Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini përsëri në analiza teknike që unë do i përsëris tani çdo të diel dhe sot do analizojmë 3 çifte që unë i tregtoj, të cilat janë Euro Poundi, Euro CF dhe Euro USD. Fillimisht shkojmë tek Euro Poundi, e cila është një mundësi e mirë për javën që vjen. Nëse shohim Euro Poundi gjatë të premtes bëri një lëvizje shumë të fortë bullish që rezultoi nga refuzimi në një orash i kësaj zone këtu diment, dhe nëse shohim majtas do e kuptoni që kjo zonë është shumë e rëndësishme, dhe theu zonën këtu e cila ishte një zonë supply, pra zona këtu ishte një zonë supply, shkoni refuzimet, e theu dhe tani ndodhet në një zonë tjetër supply e cila ka bërë këtë dropin këtu. Jo pa shkak e kam kuar, sepse nëse shohim gjatë orës 5-6 pati një refuzim kjo zonë këtu dhe tani po kthehet përsëri. Çfarë mund të ndodh tani tek Euro GBP? Tek Euro GBP mund të ndodhi që të kemi një lëvizje e cila të futet pak më shumë në zonë dhe të na premtohet një qiri bearish ku mund të shohim për një lëvizje short deri në këtë zonën këtu që është një imbalancë për të mbushur, dhe ky mund të jetë skenari më i favorshëm për të ndodhur, ose ta thyej zonën komplet, këtë zonë këtu supply, dhe të shkojë në zonën tjetër supply ku më pas ngelet për tu parë. Pra nëse shkon këtu, ngelet për tu parë se si do vazhdoj dhe si do zhvillohet në këtë zonë, a do e refuzoj zonën ose do e thyej përsëri. Gjatë mëngjesit të hënës do e kuptojmë se çfarë do ndodh me Euro GBP. Më shumë skenari më i favorshëm është që të refuzohet zona dhe të kemi një drop pavarësisht 25 pips për ta mbushur dhe këtë imbalancë që kemi formuar këtu me këtë qiri. Shkojmë tek Euro USD. Euro USD për momentin unë i kam caktuar zonat e rëndësishme, vetëm po i fshi zonat që janë larg për momentin sepse nuk na duhen. Atëherë për momentin nëse shohim kemi një zonë këtu e cila ka luajtur rolin e një supply, po tani është kthyer në demand, dhe nëse shohim e kemi refuzuar të premten këtë zonë këtu, dhe kemi këtë zonën tjetër e cila është një zonë supply, është refuzuar, njerë kemi pasur këtë dropin, por tani është thyer, dhe nëse shohim ndodhemi këtu për momentin. Kemi dhe zonën supply që është një zonë supply, kemi lëvizje për poshtë, drop, dhe këtu përsëri refuzim, gap dhe shkon poshtë. Gjithashtu dhe këtu reagoi duke refuzuar me një bisht, me tek bisht, dhe shkoi më pas poshtë. Ajo çka unë pres të ndodhi tek Euro USD është të vazhdoj lëvizjen bullish deri në këtë zonën këtu supply. Kështu e mendoj unë që kjo është skenari më i favorshëm për mua. Nëse vim dhe njëherë e refuzojmë, bëjmë njëri test dhe shfaqim shenja bullish, atëherë mund të kemi një lëvizje deri në zonën supply për ta refuzuar ose për ta thyer këtë zonë supply. Ajo varet më pas se si do zhvillohet aty për aty struktura, po për momentin struktura është bullish dhe unë do jem me strukturën bullish. I vetmi ky skenar, nëse nuk kthehet dhe shkon këtu, ngelet për tu parë nëse do kemi shenja refuzimi për të shfryzuar një refuzim të mundshëm të zonës supply këtu. Dhe për sa i përket Euro CF për momentin ka thyer strukturën bullish dhe tani jemi në një strukturë bearish, ndodhemi në këtë zonën supply e cila u refuzua tashmë, është një zonë supply e cila ka sjell këtë dropin e fortë këtu, është refuzuar me tek qiri këtu dhe këtu ka sjell një tjetër drop të fortë. Dhe nëse zmadhojmë tani tek pjesa ku jemi ne këtu, të enjte patëm disa refuzime të kësaj zone, tentuam ta thyejm, ishte thjesht një manipulim sepse u fut përsëri poshtë kësaj zone, e refuzoi përsëri, patëm një drop
dhe kjo theu strukturën e marketit duke e thyer këtë, do me thënë këtë lower high këtu dhe e theu duke formuar një lower low. Skenari më i favorshëm dhe skenari më perfekt që mund të bëj, do me thënë Euro CF është që të shkoj, ta refuzoj dhe njërë këtë zonë këtu, të shfaq shenja refuzimi dhe mund të ishte mirë sepse nga këtu ne mund të shohim për një tregti në raportin 1-1, 1-2 varet, stop loss-i sipër këtij manipulimi dhe take profiti mund të binte shumë mirë këtu për raportin 1-2. Por në qoftë se ndodh që nuk kthehet deri këtu, po bën drop, atëherë duhet pritur deri në këtë zonën këtu demand, qoftë se shohim ka qenë një zonë e rëndësishme sepse këtu kemi patur refuzim, këtu kemi patur disi refuzim dhe këtu kemi patur këtë lëvizje të fortë bullish. Kështu që kjo ishte analiza teknike javore 63 dhe shpresoj t'ju kem ndihmuar me këto skenare që kam krijuar duke parë grafikit e Euro GBP, Euro USD dhe Euro CF. Shihemi fundjavën tjetër.